Vëllezër e motra, s'ka dyshim se edhe shoqëria jonë sot po përballet me sfida të shumta, shpesh shohim tensione, përçarje dhe vështirësi në zgjidhjen e problemeve edhe politike apo sociale, të cilat direkt prekin jetën e qytetarëve. Duhet ditur se dialogu është më i fortë se përçarja, se urtësia është më e fortë se zemrimi, se përgjegjësia është më e fortë se interesi personal. Nëse këto vlera i kultivojmë në jetën tonë shoqërore dhe publike, shumë probleme do të zgjidheshin më lehtë. Megjithatë, të mos humbasim shpresën, nga se shpresa është forca që e mban një popull gjallë. Si udhëheqës shpirtëror dhe si përfaqësues i një institucione që historikisht ka qenë pranë popullit në momentet më të rëndësishme të historisë sonë. Ndjej obligim moral dhe qytetar të drejtohem me një fjalë të sinqertë ndaj faktorit politik të vendit tonë. Duhet ditur të gjithë, pa përjashtim, se shteti dhe institucionet e saj janë amanet i qytetarëve dhe përgjegjësi që ju besohet përfaqësuesve politik për të shërbyer me ndershmëri, maturi dhe vizion për të mirën e përbashkët. Prandaj, është e papranueshme që sot, në kohë paqe dhe në kushtet të një sistemi demokratik, vendi ynë të ngesë për shkak të mungesës së vullnetit politik për kompromis, dialog, përgjegjësi dhe për pasojë zhvillimi i shoqërisë tonë të mbetet peng i krizave politike. Në momente të tilla kërkohet maturi e vedi e lartë shtetërore. Kërkohet kulturë dialogu dhe mbi të gjitha kërkohet sakrificë për të vendosur interesin e vendit të kombit mbi çdo interes tjetër. Shoqëria jonë ka nevojë për më shumë urtësi në politikë, për më shumë kulturë dialogu dhe për më shumë ndjenjë përgjegjësie ndaj interesit publik. Historia do të gjykojë jo vetëm për vendimet që janë marrë, por edhe për momentet kur përgjegjësia është mangur. Lutim Zotin që të na bekojë me urtësi e drejtësi, që të jemi në nivel të përgjegjësisë që mbajmë për të ardhmen e vendit e kombit, qoftë si individ apo si shoqëri. Zoti i Madhërisëm na bëth prej atyre që ndërtojnë familje të forta, rini të ndershme dhe një shoqëri me besim moral dhe dashuri për atë dhëun. Ka qenë kjo një pjesë e fjalimit të Tërnavës pas faljes Bajramit, por në fakt po kaq kritik dhe thirrje të tilla ka pasur edhe në këto takimet me krerët politik. Në mesin atyre që ka shkuar për të vizituar Tërnavën në Bashkinë Islame, ka qenë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ai ka thënë se kjo ditë na bën bashk dhe rrit solidaritetin. Të gjithëve ju uroj të gjithë qytetarëve të Republikës sonë me fat festën e Fitër Bajramit, duke uruar më të mirat për ta, duke shpresuar që Zoti i Madhërisëm t'i ketë pranuar lutjet dhe agjërimin e gjithë secilit, dhe duke shpresuar që kjo ditë si gjithnjë përgjatë historisë sonë të na bëj të gjithëve bashk, t'i hap zemrat, t'i hap dyert e secilit, t'a rris solidaritetin dhe t'i rris vlerat njerëzore të cilat gjithmonë na kanë bërë bashk si popull përfshirë në kohët më të rënda, kur pikrisht ky bashkim, pikrisht hapja e zemrave dhe dyerve na ka ndihmuar që të tejkalojmë kohë shumë të rënda për shtetin dhe për kombin tonë. Dua ta falenderoj Myftiun dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tij anë kënd Kosovës në Bashkinë Islame të Kosovës për punën e jashtëzakonshme që e bëjnë përgjatë tërë vitit, por në veçanti përgjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, për të mbështetur familje në nevojë, për të siguruar që çdo familje ka begati, ka harmoni,
ka mbështetje, ndihen dorën e mbështetjes edhe në kohë të rënda. Dua t'i falenderoj miqtë e aleatët tanë, të cilët shpesh edhe nëpërmjet shtetit edhe nëpërmjet Bashkisë Islame ndihmojnë familjet në Kosovë. Dua t'i falenderoj qytetarët tanë zemërgjerë, përfshirë ata nga mërgata jonë, të cilët asnjëherë nuk e mbyllën zemrën, por gjithmonë e hapën atë duke ndihmuar çdo familje që ka nevojë edhe sot të festoj, por ta ndiej dorën e solidaritetit edhe për te festës Bajramit. Edhe një herë falenderoj myftiun edhe për bashkëpunimin shumë të mirë të afërt që e kemi pasur përgjatë këtyre viteve, që ka qenë dhe mbetet në interes të Republikës së Kosovës dhe fuqizimit të shtetit ton, dhe për punën që e bëjnë, që jo vetëm gjatë muajit të Ramazanit dhe festës së sotme të Bajramit, por çdo ditë të vitit qytetarët tanë të ndihen të mbështetur dhe të ndinë vlerat më të larta njerëzore, siç është solidariteti. Me fat festën e Fitër Bajramit edhe një herë të gjithë qytetarëve të Kosovës edhe juve mediave që sot jeni në detyrë si gjithmonë. Një vizitë e tillë ka bërë edhe kryeministri Kurti, i cili përveç urimeve natyrisht ka folur edhe pak për situatën në vend, ndërkohë po të njëjtën vizitë e ka bërë edhe i peshkvi Gjergji. Ai ka bërë thirrje për paqe. Do dëgjojmë edhe këtë deklaratë dhe më pas do të kthehemi për të nisur intervistën dhe bisedën e parë për ditën e sotme në studio. Kam kënaqësinë që sot jam këtu në Bashkinë Islame për të uruar kryemiftiun së bashku me bashkëpunëtorët e tij dhe gjithë besimtarët musliman për këtë festë të Fitër Bajramit. Është një moment i mirë që gjithë bashku të festojmë. Edhe ne, sikur katolik, jemi në kohën e kreshmes, në kohën e agjerimit, në kohën e reflektimit, në kohën e lutjes, në kohën e përmirësimit të marrëdhënies tonë me Zotin dhe me njëri tjetrin. Kështu që shfrytëzoj rastin të ju uroj gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë, pavarësisht besimit katolik apo musliman, ortodoks apo diçka tjetër, ne dhe gjithë kemi paqen rreth parë në zemrat tona, harmoninë dhe lumturinë në familjet tona, mirëkuptimin, paqen dhe rendin e vlerave dhe rregullave në shoqërinë tonë. E mbi gjitha i ftoj të gjithë të lutemi për paqen në botë, sepse bota asnjëherë s'ka qenë më të rrëzuar se sa në këto momente kur neve edhe agjerojmë edhe festojmë së bashku. Këndej nuk me metet asnjë gjë tjetër përveç se për të thënën ato që e ka thënë një madhi Fishta, ne në vërtet i festojmë Bajram e Pashk, secili sipas mënyrës vet, për shqiptarinë e kemi bashk dhe të ardhmen duhet ta ruajmë si të tillë. Faleminderit, urime.